E kështu, kena vujt shumë. Gjyshin boni burg vetëm se nuk do të ishte dorë nga idetë veta. Bravo, ta thot Alfredi. Bab, komunizmi o fakta, babas. E kështu edhe iku komunizmi, erdhi demokracia, rëmuje madhe, vjedhje, vrasje. Po ne e kapëm vetën se jena fisi vjetër. Këto të rritë sot, nuk kanë as i halë, bravo i qoftë, ta thot Alfredi. Është qora. O gjuje betopin o shoqej. Ky që ka gallat fare, Edhe kjo bol nice, po inshallah se janë nisa rifik me jeti me fur najsar në bobës të na qorta. O, ka prov, nuk jom të fjeta, jom të njau. Shujo, man, shumë flejse, po flej njërësia. Flej. Shka të mirë s'ka gësiq. Po fol në gjumaj. Kurën dhe me e ju dhëri, po që hënë capë. Po mosni be mo taleni me njerin be, mosni be turp be t'kini. Turbe t'keni, apo s'po talë me njerin, po jem duke esha o ka folës, po kesh me do fizikisht. Po ti nuk e gjumë e plak? Jo, nuk kam gjumë, juve dyve jom të në gjumë. Ama Erun është 1 kil hekër a 1 kil pamuk? Me taj mos më shërdoa kote kote me ram 1 kil hekër, 1 kil pamuk. Jo, janë të dyja. Mos i thuj ka ashtu se gjëna vjali, mos u talë me të. Nuk pushoj, fol gjithë kohës në gjumë. Oj, preshef! O, shakjeve! Po ti e plak, vetëm gjumë fol ti, a? Jo be folje edhe në gjumë dhe kështu që qutë kur jam, pse? Bravo. Nuk po muj me fjet me gra. A kom bes nodën tuj. Po, gel burta hajde. Gel burta flokit. Hajde, e motra jonë. Hajde, shtriu. Hajde lexojmë. Hajde bëjmë. Mlaja pa. Unë ja kam thënë të gjitha. Pres vetëm që projekti të implementohet dhe shpresoj që do të shkojë çdo gjë në rregull. Dgjoj, nuk është kjo bisedë për telefon. Shihemi në restorantin Ariu për 20 minuta. Ciao. Përshëndetje, Angel. Angel, do më thënë si Angel i nënës time, Angel i mamit, për thënë. Çfarë po beston? Jetën. Cilën jetë? Jetën tënde dhe timen. Mendoj një dëshirë dhe fry. Prit, Medal, nuk po kuptoj asgjë. Drejtor, sot u bën 2 vite, 23 orë dhe 14 sekonda që ne njihemi. Nëse sekondat nuk llogariten sepse ato ecin shumë shpejt, edhe punë sekondash. Dhe ver apo shampanjë? Prit, të më nxitojmë, të lutem. Nuk po nxitojmë. E di çfarë po mendoj unë? Të pim nga një gotë verë dhe pastaj të shkojmë në një hotel që është këtu afër, thonë që rrotullohet. Dgjoj, mos më keq kupto. Por unë në jetën time gjithmonë kam shikuar në mënyrë shumë profesionale, shumë kolegiale, shumë frydhënëse. Po? Mos më keq kupto, por unë kur nuk të kam shikuar me sytë me cilët më shikon ti mua. Po atë sekretaren me çfarë syre shikon? Sekretarja më pëlqen sepse është naive. Po edhe unë jam naive, drejtor. Unë deri dje besoja se vizat e bardha në rrugë natën kthehen në zebra. Drejtore, shikon se naive janë. Të lutem. Pi një gotë verë, është verë rushi ekuadorian, nuk është gjak krishe, por është verë e mirë, drejtor. Jo, nuk më piket. Merë pak oriz, të lutem. Nuk më ha, të lutem më ndëgjo. Jo, më dëgjo ti mua.
punoj për një rrok të vogël, drejtor. Megjithëse kam 3 fakultete, unë shëtis me autobus, më pëlqen shumë të shkruaj poezi, lagem në shi, ndonjëherë dhe kërcej, më pëlqen shumë klima skoceze, e hurrej saksofonin, por më pëlqen shumë diçka tek ti, drejtor. Të lutem më ndëgjo. Vdeksh. Vdeksh ti, tani vdeksh. Urdhra. Ti dhe gjithë kjo shkollë dhe këta të harruarit e Perëndis. Unë të falë dashuri, po ti çfarë më falë? Çfarë më thua? Vdekshit gjithë. Unë do jetoj, unë do shikoj përpara. Ktu është. Urdhra dhe këtë, e gëzofsh mbaj me shëndet. A të kam thënë që e njeriu më i shpifur mbot? Të kam thënë? Ja, po ta them tani. Mund t'jesh me i pasuri, me aventurieri, por je me i shpifuri, drejtor. Edhe e di çfarë? Ajo vajza jote është thjesht një bim që ka ngordhur gjatë fotosintezës bashkë me atë, Arife Klerin. Është viti 1478. Europa po sulmohet. 10 vjet. Plot 10 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, shqiptarët dhe venedikasit vazhdojnë qetësi. Shqiptarët dhe venedikasit vazhdojnë të rezistojnë osmanëve, duke mbajtur adheun e tyre dhe duke i dhënë kohë Europës perëndimore për të përgatitur për sulmin e pashmangshëm. A e kuptoni rëndësinë e kësaj? Historia botërore ka anashkaluar mjaft heroizmin e shqiptarëve. Historia botërore ka anashkaluar gjithmonë heroizmin e shqiptarëve. Dhe faktin që shqiptarët pra ne u bëm pengesë. Bravo! Dhe faktin që ne, shqiptarët, u bëm pengesë dhe i vonuam osmanlit në synimin e tyre për të pushtuar tërë Europën. Marin Barleti jep botës një rrëfim të drejtë për drejtë heroizmi përballë një pushtimi mizor të sultanit. Çka po bën ti? Hiç. Ne var elinde? Hiç. Çe. Tregoj e dorën? Çe be hiç. Allah bir kuçu. O bir elini. Apo çellojsh. Bak patatë se mbite ne bile misin ne olur. Ky beçika drejtoratit ka shkruar letër dhe tani s'ket ka ra dorën tëme. Apo ngeli shumë ha? Bjere po këshyrish. Mos më humbë profesor se shoku mirë vendet këshia, ç'është po thonë? Bjere be po këshyrish po thonë. Hey! Ti vajza e drejtorit. Unë këtë duhet t'ja dërgoj babait tënd. Unë këtu po shpjegoj, ndërsa ti... Po organizoj një parti. Në orën time. Po edhe po t'ishte një orë tjetër edhe ai profesori tjetër të njëjtën gjë do thonte si ty, kështu që i bie tjetër të njëjta gjë. A shumë ka fliç aty ka shajt në sham. Susme? Susme, po nish profesorin sus. Qyve po thë? Mu ka thënë, sus. Po të? Dëgjo profesor. Ne e dim që ti je shumë profesionist edhe ne të gjithë duam shumë orën e historisë. Të betohem rënqethet mishi ku tregon ato historitë. Po edhe ti duhet kesh pak mëshirë se edhe ne kemi nevojë të kërcejmë pak për pak aheng. Të lutem, si thua. Apo të lutem. Aman, Mirë. Çfarë kërkoni nga unë? mos ja tregoj letrën babit. Mirë. Do ta bëjmë një parti të fuqishme. Parti, more, parti, jo parti. E po, falni se pas na keq konceptuan. Do me thënë, ligjerata ime nuk ju intereson fare. Dhe kush do t'jeti ftuar në këtë aheng? Do t'jenë të gjithë. Të gjithë, si të gjithë. Edhe profesoresha e fizikës të gjithë. Çfarë profesoresha e fizikës? Edhe profesoresha e fizikës i thoshte, dëgjo ti Einstein. Kolege? Dëgjo këtu ti, koleg.
Mos më bëj mua të bukrin shejtan se e di çfarë, e kapa unë që po flise për mua, me sudozil? Edhe. Sus. Kolege, ishte thjesht një keq kuptim. Uroj për ty, koleg, tjetë ashtu. Këtej rrotull do jem. Do rrotullohesh, e? Po, nuk e beson, urdhra, shiko. Më falë ti, djallë, se na iku dhe ballukja. Pse e shtrirë kështu ti, ku kujton se e në parlamentë? Jo, mërë për nërë të historisë jam si pengon mësus, këti heq. Më pengon mua, djalo, drejtohu, ose për atë zot që është lartë, e marë hënën dhe zbres në tokë, vetëm e vetëm të tregoj kapacitetin fizik që kam. Ku kujton se e kështu, në shtëpinë tënde? Allah, që të shtri edhe në shpesh si bës, qështu? Si... që më kapi këtu. Dakor, më kape, dakor. Po ti, nac ti! Pema Krishtlindjes, brevi, zbukurimet e vitit 3. Ti nuk më kap dot ti. Ditën e mirë, koleg. Ditën e mirë, kolege. A duhet ta kuptoni, është e dashuruar tek drejtori, ndërsa drejtori... Si the, profesor? Asgjë. Në vitin 1555 sus, Osmanlılar zamanında Osmanlılar o zaman İskender Bey'si sus! Mbushe pra. Mbushe dhe njerë. O, dydimensional, mbushe, pse e bën veten për lajme kryesore? Ja. Qenë kënë qefësët? Pse mos jam lule të rinis. Pak zile, do? Bjeri. Bjerë dhe njerë. Jo, mos e preke, ke shumë bukur flakët. Shumë bukur. Ke muzikë këtu? Po. Na vër një këngë. Më falë zhanëri? Rock po deshe. Ku që të më ke preke në tela? Po vazhdove dhe pak, do të prek në kock. Po më njerë. Sara, ti do merresh me stolit. Mere. Ti do merresh me sigurimin. Me punë burra. Iku mbyll. Ti me muzikën? U krye. Ti shpak në nësh, se vëndoket mos ja ke huqa, din hakia dhe muzika, mos është pak disbalans. Jo, haki do merret me muzikën, madje duam haki një playlist me këngë dance. U krye, mëre, muzik disco. Por e di qa frekuenton rinia sot, mos tani ty. Ej, zogu, më mirë të merret Roni me muzikë. Gjo Fredin ti. Po çato deshta unë me thonë se kom bajke shumë senet mirat muzikës, muj me bo një fara, si pa ne kish kuptim man, po e kom përshtypjen që s'ki ngu muzikë gjatë jetës, po. Ngëm ti shek. Unë dhe muzika jemi sikur flamenco me salsa. Salsa. Po e shej, po e dia, unë ka gusto kë. Po kam. Shien edhe këto gjërat e mia postmoderne, preke. Ja të gjëra. Ti do të merresh me ushqimin. E vet. Po do më thënë. E vet. Kurse ti do merresh me pijet. Dëgjoj tani, te zyra babit tim është një dollap këtej nga krahu i djathtë, ka ca shishe me raki. Do t'i marrësh të gjitha, po kujdes, se mos zbulojnë. E bën dot, a mundesh? Po more qish jo. Moj, ti të pikë të duarës kur ke punuar në gurore, me? Na bëj me këte. Qa është kjo, maj? Doktor Plent me krem për doçkat.
Ti vëndo qka si sfygjirka. Ti do merresh me ndriqimin. Ti me karaoken? It's okay with me? Do bëjmë një super fest, do kënaqemi pa fund. Vetëm do të presim sa të mbyllet shkolla, të ikin profesorët, të ikë dhe babi im, edhe pastaj party. Tamam, ama unë shka po bëj? Në ushimën e pra mo? Ama kush pagun ato? Po unë pra? Mirë. Arush, ndërsa ti do jesh gjithkohë në disponimin tim. A ndaj të të gjemë për ta? Po kjo t'i njohë kishkon vetëm për mu. Mirë, tani do largohemi për pak, vetëm kujdes ato të pijeve jashtë, nuk duhet të di asgjë sa I ka të bëj me babin, okej? Sa more vlla kështu çka pjo bëj, more çika drejtorit me çat kumbore. Unë gjithmonë I shkelin në shtypën I sakatun. Unë kërkuj kesh nuk I kumbo. Apo mi di çka ki me mu? Po ti nga dole, ku ishe? Unë erdha kesh këtu une. Erdha mja pru këtë pijë, kjo e ka përusit. Dëgjo, ditë mbash sekretet ti? Jo. Si doja bëj me këto? Ta vrasëm. Kysh more më vrasë, sërëzisht e ki, më vrasë kështu atë si. Nga e be këto, ata vrasi me tranoj njerin, po mos ja fut kot o man. O, ka prol te mos ja fut kot. Në këto rase duhet të veprojmë me njëherë, shpejt. Nuk ka shans të presëm në këto. Sa I ka shans të presë e në partin në presën. Më pëlqen shumë se është konkret. Nosh, mos e të prani qështu, mos jepni mali njerit, është konkret të atë manis po nalë. Gjelos? Pse kështë gjelos? Pse? Haj, busi është mi njerën pëtaj, haj. A që pëse I gjelos? Të triva, se s'jam si flesha. Kaprol, I vogël kaprol. A u prej kjo pun? Nuk u të kuptova? A mori fund takimi, maj. Kam 20 minuta që riktua një gjë vetëm mua bejt e grash. E ces të kuptova prapun ty? Mere ka të kremin e mirë, maj motër. Vaj me që ta falë motra ty, ja. Kam tjetër, unë kam luckë. Mirë qëtësi, tani detyrat I morët vesh gjithë, duhet largohemi. Prit maj ti, motra artizane. Po ti me qa ke më umar, a? Si me qa, se qa janë këto gjërat me umar në smere me kështu gjëra, shumë se unë kam ide. Dhe në botën e re, ideja paguhet më shumë se hamaliku, adhash. Më pëlqen që janë kështu energjik të ri, sikur të kishin qenë kështu energjik edhe në shkencë. Kur kam qenë I ri, kam qenë shumë grinda vetë. Po, më kujtohet një rast një student më mshoj një shuplak. Me njëherë ja ktheva unë. Ajde, të marrë të lumi. As ke mbyll gojën. Ndërsa sot, ja ku jam, akademik. Mjafton të kenë vullnet për jetë, kaq. Përshëndetje. Drejtori më atraktiv në botë. Drejtor, si jeni? Mirë, si jeni ju? Si jeni drejtor? Mirë, ju, zemrën? Edhe zemrën, mirë. Dëgjoni, a jeni nga një espresso? Espresso? Unë qerasi. Unë sot I pas kam pirë një espresso, ora shënon mbi 13, kështu që mund ta pi edhe një, faleminderit. Ju? Më vjen keq, drejtor, por para ca kohësh kemi lënë takim me një shok timin të fëmirisë. E kemi lënë një takim për një kafe për t'i kujtuar ditët e rinisë në një lokal shumë të bukur ande nga qendra. Do të jenë kujtime të mira që do t'i rikujtojmë përsëri, por më duhet ta refuzoj ftesën tuaj dhe të shkoj andej, por ka mundësi të kthehem më vonë. Mirë, mësimi kam mbaruar, ktheuni vetëm për qef. Ose për parti. Çfarë parti? Drejtor, Ministria e Arsimit ka marrë një iniciativë të çuditshme kështu. Ka marrë një iniciativë të çuditshme dhe organizon një aheng për gjithë punonjësit të cilët janë në ombrellën e Ministrisë së Arsimit dhe mundohet të na mbledhë të gjithë bashkë dhe të njihemi me njëri tjetrin. Ndoshta kjo është qëllimi, po supozoj vetëm dhe po bën një aheng ku jemi të ftuar të gjithë, drejtor. Nuk e di, unë po ndëgjoj për këtë për herë të parë. E kanë bërë të printuar ftesën, nuk kanë bërë me megafon, prandaj se keni dëgjuar. Nga futa kota, mos pëlqeu si batut. Mirë.
Ditën e mirë, pra. Drejtor, ditën e mirë. Ditën e mirë. Ajde, ditën e mirë. Dëgjoj, unë pas kam haruar celularën, ti shko, unë do të kthej me një. Mirë. Përshëndetje i paditur aktiv? Shëndetje. Evdur. F-A-C. Bravo. Tedur. C-E-G. Një stres. Uj, kafe shisha. Zuk. Shka është kjo? Salvi, përfyt. Ajde, kalon me një. Espresso. Po. A ke ndëgju për një party që po organizohet në shkollë? Jo. Po, alamet party është tu, bo. Pa nuk jam tip që frekuentoja hengjet, s'ka lidhe. Për çfarë hengu bëhet? Për çfarë hengu bëhet fjalë? Party që në të ftun edhe këta të shkollës ekonomike. Ke fakte për këto që po thua? Po, kam fakte, vetëm le të mbetet mes me e te. Mirë edhe profesorit muzikës. Ja. Do bëjmë një super fest, do kënaqemi pa fund. Vetëm do të presim sa të mbyllet shkolla, të ikin profesorët, të ikin dhe babi. Vajza drejtorit. Mirë, mirë. Profesor, ti mirë je? Je gati për një skenë epike? Ditë vonë. Arri dhe vështëro. Aso bëj merak, edhe unë nuk di ti mbaj sekretet. Jo, mërë, unë gale se kam, po... Ma mirë me kajt nona atë nëse sa me kajt nona ime. Evdur! Evaci! Cedur! Cegi! Profesor! 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 Ka! Espresso! Hape gojen. Bon mirë për fët. Po mirë, si ka mundësi që unë nuk dje gjë? Edhe unë sa po e mora vesh. Mirë, mirë. Nuk të kam parë ndonjëherë të pish kaq shumë. Në çfarë ke? Kam orën e fizikës dhe duhet mbaj një ligjërat. Ullu e dashur, ullu. E dashur, urdhro, kapa, çfarë do thuash? E dashura e vllajt. Kam vëllezërit e mi, drejtor, cop 4. Mos pi të lutem, mos pi. Atëherë nxirra. Çfarë të zgjedh? Nxirra të që të mundon, të një. Aha, mirë. Jo. E kam një ide. Fol. Por mos pi të lutem. Mbaroj. Je për një dark. Dark? Po, dark. Unë dhe ti? Po, unë dhe ti. Nga një gotë verë përpara dhe një violinist anash? Dark, po, por për violinist nuk e di. Drejtor, vetëm unë dhe ti? Vetëm unë dhe ti. Dark në shtëpinë tënde, the, ha? Në restorant. A është afër shtëpisë? Po që rëndësi ka kjo. O, drejtor, po kuj dihet? Dhe gjë, të lutem, pas mësimit, ti dhe unë do të shkojmë në dark dhe do t'i sqarojmë të gjitha. Në rregull. Në rregull. Vetëm unë dhe ti. Vetëm unë dhe ti. Ashensori transoceanik. Ngonja shkëtësen se shumë interesante. Okej, thanks Aref. Kështu, profesoreshun e kum konceptu një projekt edhe kum shujt qëllimisht ashensori transoceanik. Ideja e pashim ka ranë men është se na për kemë probleme lëviz njerës. Me shku prej Tiranë njerës, deri New York, për na duhen s'di sa orë men. Edhe qysh me e shkurtu
qysh me shkurtu kohën e lëvizjes njerëz. E mu ka ranë men edhe kum konceptu që planeti toka sillet. Edhe pse na nuk e vrejmë njerëz, edhe ajo nuk mahet kur ka hesh. Edhe ku menu pse mos sill kat njeri, pse mos më shfrytzu edhe diçka tjetër në qatë sillet. Edhe i kom konceptu 4 satelit artificial, cilët kishin me kry shumë funksione tjera në përbot, në planet, po njëkohësisht kishin edhe me barë të tharë. Edhe m'ja montu që t'loja shëndësori, ku i shkurtu rruga për çdo kant botës. Edhe qëto akum quj qëllimisht bus stop checkpoint. Imagjinani njerëz, 4 satelit artificial, cilë kishin mi bart njerëz pe një venin tjetër. Bota lëviz njëre dhe duhet me shfrytzu qatë lëvizjen e planetit. Sa për informat, bota gjatë lëvizjes e arrin shpejtësin pe 1670 km/h. Pak mjotek e qojmë edhe ma shumë njëri. Ideja kësaj u konë edhe menoj që u dash më bodhë ma herët për hirt njerëzimit, për sërish. Njerë sa kanë investu në për lufta, në për korporatat mëdha, në për sene pa lidhje, menoj që u dash dhe duhet me investu në këtë sen. Edhe besoj që është koncept i realizushëm. Anyway, që kjo ke ideja e më paka shumë, thanks për ju e që më gut, po ata që me nda me ju, bje perja. Bukur. Mirë. Arifekler, si të duk ideja Ronit? Fantastike. Këta në Prishtinë nuk kanë ujë të pinë, mësuse këty po folët mu për ashensorat trans, Kosova trans. Tebe vlajon, sa miresh me sende palidhje, është me një 3 metë mos fesh, edhe ti ta mendojsh një qeshëm që i rreth ujë 24 orë, edhe ta ndreqesh këtë çështje për Prishtinë. Po lebe, babës. Unë nuk e di si ki e vakët miresh me kësi sendesh palidhje. Okej, e para nuk o sem palidhje, edhe e dyta njerëz të mdhaj, dalin për provincave të vogla me. Të shkjo e dyta më ka pëlqy shumë. Bravo. Bukur. Mirë. Atëherë. Korça! Irini. Do dalesh këtë rasa zi gjallë, apo ta silla ty mos lodhesh? Nuk u jam përgatitur. Do dalësh se zbën, bëje për inat fshatarve. Azi personale. Ato gjëra mësus? Të këndoj vjeshë, s'jam përgatitur. Je përgatitur qoll tani, hajt. Për ko këtë mamë kësë nuk jam përgatitur. Moj, jemi që jemi të gjithë. Korça. Mira, ngrihe mu se qare, kam problema. Kam një ide kështu për konceptin ashensorit transoceanik. Këtë gjë nuk ja u kam parë sytë dhe nuk ja u kam dëgjuar kur veshët. Kur? Toka rrotullohet. Tash i rrotullohet toka, se mos ja futim dhe ne i të rrotulluar. Çka që? Ja fusim dhe ne një, mos na ik lëvizja kot. Edhe që ta dini juve, kurse New York kemi për ta bërë për 4 orë. Po ti jemi në qef, kështë e beme dhe për 2 orë, ja fusim. Ka ndonjëri ndonjë ide për këta? Qysha ka ide? Ti pusho ti, fole ti, të dëgjuam. Hajde, riurt, i mençur ti, me i mençur i fshati ti, pusho. Tashi, profesoreshe nderuar, neve, ja bre se jashtë kjo se mësova, gjithë natën e kam mësuar, kam mësuar shumë. E shfrytëzojmë këto satelitët, do t'i shfrytëzojmë si checkpoint, që t'na rregulloj këtë rrugtimin e njerëzimit. Ja dhe kjo ide që kam patur unë më erdhi tashi në mendje, po në fakt kjo është shkruar në derasë, këtu na është pikturuar, ja kemi satelitët, kemi dhe autostradën, tashi mirë ishte t'ishte me 4 korsi, ju pëlqeu. Brillante! Qysh brillante, babës, kjo ideja jeme. Dëgjo baba, se mos t'erdhi ty si ide dhe ne nuk ta lëm ta thuash. Po vica e thash o profe. As nuk dëgjova asgjë, urdhro, çfarë do thuash? Gjane, do ulesh apo të ta sjell bankën mos lodhesh? Rrosh do ule. Të vëj një 10? Moj, e di çfarë? Do të vëj një 13 unë ty. Ashtu dhe. E di pse? Se e shembulli perfekt i kësaj gjenerate. Në një mendje jam. Dëgjova që kemi parti.
Ua, po kësaj kush I tregoj, ë? A jomi? Pse a fut kot ti mara? Pse jomi? I ri jam, moshën e kom, energji plot, pse jo? Quna, I fusim ka I bilardën e? Fusim. Sa e shpifur që je. Për kry doli Zaris, as t'i fjallë prej gojnë se kanë dzirë. Njëri qaj sanë që bone nuk është fera. Ashi, ç'to themi? Është bërë njeriu mekanik pa shpirt, është bërë penishi. Nëse mërzit tash, të zgjuarit. Koleg, të është... Ku po shkon? Në Shkup. Pse në Shkup? Në shtëpi. Nuk e dija që e nga Shkupi. Ka momente që as vetë nuk e di. Koleg, Koleg? nuk do vish na heng? A hengu, kupiritas spirit. A hengu është për të rritë, koleg. Ne jemi profesor, jemi plakur, duhet t'u alëm atë punë atyre. Mirë po shpirtrat I kemi plot të ritëm edhe muzik. Koleg. Shpirti im, koleg, është për plot data historike dhe personalitete historik. Mirë kujton ti që po t'ishte Ismail Qemali do t'a refuzon të këta heng Mos tallë me personalitete historike se... T'lutem, profesor, t'ua bëjmë qefin studentve. Unë duhet të shkoj në Shkup, kam kufi për të kaluar, kam rrugë të gjatë, kam nevoj për... Unë e di shumë mirë për çka ke nevojë ti. Për çfarë? Ke nevojë për një whisky. Jo, se unë nuk pi. Nuk pi as unë, po sot do të pija... Jo, se mendoj se nuk është në rregull ti, koleg. Koleg, kujto rinin ton. Edhe ne kemi pasur dëshirë të vallëzoj. E kam një problem të vogël. Po mirë thuaj. Dehem shpejt. Unë dehem kur e shoh alkoolin. E kam edhe një problem të vogël. Po pas ke dy probleme. Dohem shumë arrogant kur dehem. Unë qaj kur dehem. Ti pas ke pi, ha? Shumë. Shkojmë le del ku del. Kolega, e blem një shisha alkohol. Mos shkëm duar thot, ha? Nuk më duket edukative, ne t'ju blem studentëve alkohol. Bravo, edukative, bravo. Edukative duhet kujdesemi për këtë po. Ne blem një shisha alkohol edhe pim vetë dhe shkëm dehur, ha? Ajde. Ajde. Shkojmë? Si ishte e ritmi, si ishte? Zore. Çfarë bërash? Kemi fest, drejtor. Shishe tjetër? Nasin nga ato. E ke parasysh drejtor ato që pijen nëpër filma, ato që pijen shpejt që ja bën njerëzit kështu. Ta. Çfarë është? Nuk e di. Të lutem, mos bëj skena. Drejtor, po dëfrem, drejtor. A më do të bëj një pyetje? Po, urdhro. Cila është femra jote ideale? Femra? Duhet të jetë, që them, duhet të mos jetë me vrullë. Nuk jam, vazhdo. Duhet të jetë informuar. Duhet të di të flasë për gjërat e mëdha, politikë, sociologji, informatikë dhe të luaj shah. 2 herë kampion e shah në fjerë, vazhdo. Rime. Duhet të jetë drejt për drejt. A, më falë, drejtor. Mos po më vardiseni? Të lutem. Atëherë nxire. Nxire! Çfarë të nxjerri?
Nxirr ato që ke brenda, drejtor. Nxirr ato që të mundon. Gëzuar. Po. Ku e patëm fjalën? Trepçën duket? Trepça. Trepça ka punësuar me mira punëtore, minatorë. Dërsa sot përdoret vetëm për gjerimet e videoklipeve. Është të mërshme. E të mërshme. Ushimi. Kush? Ushimi nuk gëzove? Bravo. Drenica, hajde shkojmë me një audio test. Okej. Unë i kom zgjedh disa muzika disco shumë mira, vetëm për disponimin tuaj dhe timin. Hajde. Shkojmë me Oba. ABBA. Dhe jo nuk më pëlqen, ABBA një tjetër. Çe për zgjedhin një tjetër. Shef të kur të pejem! Am ke madhe njerë mu dance floor, as njerë. Dil kërce Arush, dil kërce tregoj se çfarë mund të bësh, dil. Bajë. U knaqë mala. Merë pi. Qa di bash me gjyno? Kanë mbujt shumë. Le babës qa kanë mbujt për knaqën sonda. Rishgari Fikmeti, që shkëcen babës, pas me konë veni minum ki. Hajde! Se mora qatë balën e preshevkës be qatë kojken, a? Qa theme? Qatë kojken e preshevës be shoqiqir. Qka për? Shtjene e vezë sot du shkërpull si është anta, preki ato edhe këto edhe. Edhe kur u bëra 20 vjeç, mbarova shërbimin ushtarak. Më futa komplet me dëshirën time. Isha me artillerinë e rënd. Kot bukura. Megjithëse në fakt, fiksimi i jetës ishte snajperi. Edhe, m'fal. Edhe pastaj atomet ma bënin me sy. E dija që pas atyre atomeve, molekulave, formulave, fshi karriera ime. I dhash një të puthur fizikës dhe u dashurova me të. U vdeksh. Po vdeksh ti, vdeksha unë që dal me ty mër plak. Mër. Një sekundë. Se... Rufeja, e di Rufen? Shumë parti i mirë. Parti. I mirë, shumë po thonë. Nuk të dëgjoj. Parti, ahengu. I mirë, shumë i mirë. Ma i mirë në jetën time në herë. Kur? Op, parti këtu. Parti është shumë i mirë. Nesër. Po, nesër. Që këtejnë për patosa.
Kemi lëvizje nga Juglindja 140 gradë në të majtë. Koti, atomi! Ndali një muzikon shpejto dhe pëshiruni se po vjen profesorin nga fizikës. Zuka! Ç'pike për shkollës? Hiç, mësuse. Mu duk sigur kështë ndryshuar një gjë e vogël, po nuk... Nejse, hajde më përqafol, Zuka. Hajde më përqafol. Zuka. Të keqen, ke muzik? Po, kam. Jepi na vër. Si e gjan? Të keqen, unë i biri nënës, Zuka. Opa. Yes. Aparte të... Zuka, ku janë ta? Ja, profesorat. Kurse këtu në dollap keni tirancin. Kur dhe rap? Kurse ja aty e kemi prezionali. Kurse ja prësheva. Ja, mësuse të do marim me qikën e drejtorit. Kurse atje në dollap kemi Prishtinalin dhe Shkodrën. Susem. Ja, shikoj e këtu, Korçën. Kurse andej e kemi Drenisës e Fshehur. Ja. Që ma goj e Fshehur? Si më fshehë pe i shkive e po vetëm mësu s'kën që po të me pi. O kërmin dhe mi që fshiheni. Po pse kush jam unë Valensin? Hajde festoj muzika! Për çfarë? Që më ka shos në preshje zhurkën. Më falë, zhurkën. Po të më të një nga. E më marën beri. Foto më në foto. Pas i s'poti askur.